Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, si gjithmonë rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Vetëm përpara disa javësh kemi trajtuar historinë për të disa të herë të ekzekutimit të një nëne e cila ishte në dhomën e saj të gjumit pranë vajzës 18 muajshe Migena Kodra u ekzekutua, të paktën deri në këto momente kemi si ekzekutor kunatin e saj, i cili më pas u vetë vra me datën 8 prill të vitit 2023. Është një nga ngjarjet që ne kemi ndjekur që në momentet e para, megjithatë në emisionin e fundit kemi folur edhe për një rihetim të kësaj çështje, gjë që ka sjell edhe përballje në gjykatë dhe konflikte mosmarrveshje me ish-dhëndrin, i cili ky fundit, edhe pse e la për një kohë të gjatë fëmijët e tij 18 muajsh dhe 3 vjeç djalin dhe vajzën pranë ish-vjerrit dhe ish-vjerrës, tashmë me hapjen e rihetimeve ai ka kërkuar kujdestarinë e tyre. Në fakt, babai këtyre fëmijëve ka qenë pjesë e emisionit me zemër të hapur dhe ka deklaruar se çfarë ka ndodhur atë natë. Ai pretendon se ka qenë turni 3 duke punuar taksi, nuk ka punuar telefoni i tij për një kohë të gjatë sepse prindrit, nëna, babai e kishin telefonuar për t'i folur për tragjedin, vetëm 24 orë para tragjedisë, në fakt e ndjera Migena Kodra kishte shkuar në njësinë administrative për të kërkuar një kredit të butë, por në fakt në emisionin e kaluar jemi shokuar të gjithë kur kemi mësuar që policia, teksa ka bërë qyrjen e vendit të ngjarjes, në çatinë e shtëpisë ka gjetur 34 milion lekë të vjetra dhe ne nuk e dimë nëse është shumë reale kjo apo jo. Dhe si ka mundësi që një familje, se mbaj mend edhe zotrin ish-bashortin e Migenës, i cili në atë kohë ka kërkuar ndihmë edhe tek shqiptarët për të bërë një riparim të shtëpisë që fëmijët të mos jetonin në lagështirë, që ai të kishte mundësi t'i merrte në shtëpinë e tij, pavarësisht se tashmë ai thotë unë do t'i rimarr, gjykata e apelit i dha, mendonte zotria, të drejtë, por e ka çuar për rigjykimin në gjykatën në shkallës së parë kujdestarinë e fëmijëve, sepse kjo e fundit kujdestarinë e fëmijëve ja ka njohur dajës këtyre fëmijëve. Pra, djalit të zotit Kasem Kodra, i cili nuk ka rreshtur kurrë së kërkuarit drejtësi për të bijën. Ishte ai pikërisht që e mori vesh nga televizioni News 24 të datës 8 prill 2023, teksa konsumonte në orët e para të mëngjesit kafen në lokalin pikërisht të zonës ku ai banon, ka kuptuar nga inicialet që bëhej fjalë pikërisht për të bijën, sepse kjo e fundit kishte pasur telefonat pak orë përpara se të ekzekutohej me babain dhe kam folur gjatë për problematikën në familjen e saj. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj, pse ne e rikthejmë çështjen e kujdestarisë së këtyre fëmijëve, sepse edhe telefonata e papritur që i ndodhi ish-dhëndrit të zotit Kasem Kodra në emisionin e fundit, ku ai të paktën në momentet e para të tragjedisë ka qenë bashkëpunëtor shumë i mirë i emisionit, të paktën në emisionin e fundit ka hedhur akuzat ndaj nesh. Ndiqni materialin. Migena Kodra u vra nga kunati i saj teksa flinte gjumë në të njëjtin shtrat bashkë me të voglën e saj 2 vjeçare, një ngjarje e rëndë që tronditi opinionin publik. Pas vrasjes së Migenës, kunati i saj u vetvra në oborrin e banesës, pasi më parë ishte parë edhe nga prindrit, konkretisht nga nëna e tij, e cila u zgjua nga gjumi për shkak të shtonave me armë. Ajo pohoi në media në atë kohë se kishte shkuar menjëherë në dhomë, pasi kishte dëgjuar të qarat e mbesës, por njëkohësisht dëgjoi edhe të shtënën tjetër, momentin kur i biri vrau veten. Një skenë horrori që me sa duket për atë banesë dhe për atë familje në Tiranë do të mbetet gjatë në kujtesë. Nga ana tjetër, mister mbetet e gjithë ngjarja, pasi arma e krimit është gjetur larg trupit të kunatit të Migenës. Bashorti i Migenës pohoi në atë kohë se prej një viti nuk ishte qenë në shtëpi gjatë orëve të natës, pasi punonte si taksist në turnin e tretë. I pyetur nga redaksia e emisionit me zemër të hapur, ai asaj kohe deklaroi se nuk ishte pasur asnjë konflikt të mëparshëm që mund të krijonte qefmbetje deri në këtë pikë. Nga ana tjetër, në një takim të ngushtë me familjen e Migenës, ku dhimbja dhe humbja e madhe e vajzës së tyre ishte ende e pranishme, familjarët rrëfyen se për ngjarjen ishin njoftuar përmes medias,
edhe pse kanë kaluar 2 vite nga ngjarja e rëndë. 2 fëmijët e Migenës janë përfshirë në një konflikt të thellë për vendqëndrimin e tyre mes familjarëve. Nga njëra ani ati Migenës Kasemi rrëfen se prej më shumë se 1 viti, po lufton ligjërisht me dhëndrin e tij, pasi kërkon që fëmijët të mos rikthehen në të njëjtën banesë, ku u vra edhe nëna e tyre. Me sa duket gjykata ka vendosur që fëmijët të jetojnë me babain në seancën e fundit, megjithatë gjyshi i tyre e ka ankimuar këtë vendim dhe kërkon që fëmijët të mos kthehen në banesë, ku e ekzekutuar nëna e tyre, pasi sipas tij kjo është një traumë që mund t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në fakt me këtë çështje për të disa të herë për të vendosur drejtësi për ata fëmijë, a janë ata më të lumtur që të jenë në kujdesin e gjyshes gjyshit, por edhe dajës së tyre Arielit, të cilin e përshëndes sepse e kam pas në studion e emisionit Me zemër të hapur, një 37 vjeçar i cili në momentin më kulmor të jetës së tij ndodhi tragjedia e motrës dhe gjithë jetën dhe përkushtimin i ka tashmë një detyrim për ata 2 fëmijë, pavarësisht se vetë nuk e ka krijuar dhe nuk e ka filluar ende jetën e tij bashkëshortore dhe familjare. E përshëndes Arielin, me mua në studio do të jetë Kasem Kodra, gjyshi i fëmijëve. Përshëndetje zoti Kasem. Përshëndetje. Të përgëzoj që nuk të shteren fuqit derisa të gjesh se çfarë ka ndodhur natën e 8 prillit 2023 rreth orës 2 ndoshta deri rreth orës 4 të mëngjesit, sepse duke kërkuar drejtësi për vajzën tënde, një lidhje jashtëzakonshme, një baba i jashtëzakonshëm siç jeni ju me vajzën tuaj, që edhe pse ka ndruar jetë në mënyrën që nuk e meriton asnjë grua, jo vetëm vajza jote, ti kërkon drejtësi për të në fakt dhe kërkon që edhe fëmijët ti edukosh ashtu siç duhet dhe këmbgul fort që ato të mos kthehen në shtëpinë e krimit. Kështu e quani ju së paku. Faleminderit që je me mua në studio sot, që këmbgul kaq shumë, na ke përkrah, jemi përkrah më të mirës së atyre fëmijëve. Pavarësisht se zoti Erion Sinani, dikur bashkëpunëtor me emisionin Me zemër të hapur, në emisionin e kaluar, teksa ne në fakt e kemi telefonuar, ai na është përgjigjur keq, kujton se po jemi kundra kujdestarisë Erion Sinanit. Absolutisht Erion, ne nuk jemi kundra marrjes tënde të kujdestarisë, por duhet të kuptosh që të heqësh nga supet e tua barrën e dyshimit se çfarë ka ndodhur atë natë, sepse sapo janë hapur hetimet, ti ke kërkuar kujdestarinë e fëmijëve. A është kjo një akmarrje? Doja të bëja një pyetje, por që nuk ju përgjigje kurrë. A ke gisht pikërisht në dijenin se çfarë ka ndodhur atë natë dhe je treguar i sinqert me familjen Kodra? Ke kërkuar nëpërmjet emisionit Me zemër të hapur dhe jo vetëm, por edhe në media të tjera që shqiptarët të ndihmonin me para për riparimin e banesës tënde, sepse aty ka lagështir, ka folur edhe nëna jote në media, mos e harro këtë Erion. Dhe ndërkohë që në çatin e shtëpisë, teksa ka ardhur policia me 8 prill të 2023-shit në orët e para të mëngjesit, janë gjetur të paktën të deklaruara 34 milion lek në çatin e shtëpisë, ndërkohë që e ndjera 24 orë më parë, e shoqëruar nga ty dhe diskutuar në familjen Sinani, ka kërkuar kredi të butë në njësinë administrative të zonës që ju banoni shumë pranë ish televizionit News 24. Prandaj Erion, po të shikoj drejt në sy, më shiko, ndoshta unë do të tanis edhe këtë emision tjetër, dëgjoje mirë këtë emision, nuk jemi kundra teje, jemi këtu për thënë ti të vërtetën çfarë ka ndodhur atë natë. Nuk është kërkuar heqja e kujdestarisë apo ushtrimit të drejtës prindërore që ti i ke ndaj atyre fëmijëve, thjesht Arieli, daja, për sa kohë ti këmbgul që fëmijët të vinë në shtëpinë e krimit, aty ku ndodhi ekzekutimi i Migenës, dhe nuk e pranuar ofertën shumbujare të Arielit për të bler ku të duash ti një banesë dhe për të jetuar i lumtur me fëmijët e tu. Ai ka kërkuar të jetë ai kujdestari dhe më pas ti ta ushtrosh të drejtën tënde prindërore, sepse ta njeh ligjet dhe nuk mund të ta mohojmë ne këtë gjë. Menjëherë pas
transmetimi të emisionit të fundit, dua t'ja bëj me dije zotit Kasem, por duke parë edhe Erionin, me njerë mbrojtja jote më ka telefonuar. Avokatja juaj mbrojtëse, edhe me zonjën në fjalë, nuk kam pasur absolutisht një komunikim normal, dhe këtë gjë mund të apohoj, por gjithsesi, në qoftë se zonja do të ndjeki këtë emision, Erion Sinani do të ndjeki këtë emision, janë të lutur dhe ato të kontaktojnë të qytetëruar me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, jemi të hapur për dëgjuar edhe versionin tuaj. U çudite që më ka marrë mbrojtja direkte Erionit. Çudite me gjenat është fabila. Po, me njerë, pas transmetimit, më shkërkuar në mënyrë llogaridhënie, pse unë kam shqetësuar klientin e saj. Por gjithsesi, ajo telefonat, unë ja kam thënë edhe zonjës, si çdo telefonat tjetër, është e regjistruar. Zonja në qoftë se do të ketë pretendimet e saj, unë jam e hapur për dëgjuar zonjën me një profesionalizëm të më flasi në emër të klientit, vetë klienti, dikur, kur zonja nuk e di a i njinte apo jo klientin e saj, a i ka bashkëpunuar me emisionin Me Zemër të Hapur. Pavarësisht se në emisionin e fundit ka qenë shumë agresiv ndaj nesh, por është e drejta Erion Sinani të vijoj si ta doj a i, por ne këtu jemi për dëgjuar Erionin, mbrojtjen e Erionit dhe gjithkund tjetër. Më duhet ta them këtë gjë, dera e emisionit Me Zemër të Hapur është e hapur edhe për Erion Sinanin dhe për mbrojtjen e Erion Sinanit. Me mua në studio Ana Pertena, avokatja jon, përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në krahun tënd dhe Duar Tafa, psikologu ju në klinik, përshëndetje Edi, mirë se erdha. Përshëndetje. Atëherë, zonjana, duke qenë se fola për kolegën tënde dhe nuk them që nuk më ka ndodhur shpesh, por nuk më ka ndodhur dhe kaq shpesh, që të dëgjohet emri ose të telefonohet për transparencë ose për një përballje nga një emision, pa u përfshirë emisionin Me Zemër të Hapur, ju vetë do guxonit për shumë të merrni një media me llogaridhënie duke thënë pse e keni shqetësuar klientin, apo ndoshta do të donit të ishit pjesë e kësaj studioje? Me të drejtën e visë jemi në një rast edhe goxha të dhimbshëm, edhe gjithë kjo situata normalisht që është normale, është edhe anormale, në kuptimin që aty ka ndodhur një krim edhe pa u zbardhur dhe krimi akoma edhe gjykata civile paralelisht po punon në lidhje me kujdestarinë e fëmijëve. Kështu që në një farë mënyrë kjo është një situatë e komplikuar, por unë në lidhje me telefonatën nuk mund ta gjykoj. Jo, veç çfarë ju do bënit? Jo, as unë nuk e gjykoj. Ju veç çfarë do thonit? Pse keni shqetësuar klientin tim, kështu do niste telefonata? Kolegen, as nuk kam gjë me kolegen, po unë do ta nisja që ka një procedurë cilën do vija vetë ta sqaroja në emision. Shumë mirë. Kështu që në një farë mënyrë edhe klienti në rastin konkret zotëria ka qenë në emision edhe vetë, kështu që nuk ka pasur një arsye për të kërkuar llogari. Po gjithsesi kushdo që të jetë avokat, ja mund të besoj se emisioni ja pas ka dhënë edhe ja dha edhe tani të drejtën që le të shprehen asnjë gjë të keqe nuk ka. Edhe transparenca e mirë është edhe për audiencën, por edhe për televizionin, edhe për çështjen në fjalë. Mirë, do ta jap fjalën pasi ta kemi dëgjuar rrëfimin e një zotërie, cilën unë e falenderoj, se si një baba me një lidhje të jashtëzakonshme me të bijën, të kërkoj drejtësi edhe pasi ajo ka mbyllur syt, edhe pse policia dhe prokuroria e mbyllën çështjen duke menduar në atë kohë që ekzekutori u vetvra, por që hetimet nxorën diçka tjetër dhe po hetohet në këtë moment. Deri në atë moment, familja Kodra ka qenë e qetë, sepse ka qenë vetë babai i fëmijëve që ja ka dërguar fëmijët dhe i ka thënë rriteni ju, sepse unë punoj turni tret, nëna është e smur, babai ndjer, se ka ndruar jetë edhe babai, janë të smur dhe nuk mund të kujdesen dot për fëmijën. Sapo fëmijët u rritën pak dhe janë të zotët e vetët në thonjza, sepse zoti Kasem do t'rregojë edhe problematikën jo më larg se sa 24 orë më parë çfarë ka bërë vajza e cila në kohën e ekzekutimit të nënës ka qenë gjitur duke fjetur me të dhe po në atë krevat, edhe pse ka qenë 18 muajshe, do japi disa detaje. Në fakt që nga i moment Erion Sinani ka kërkuar kujdestarinë e fëmijëve, duke pasur një përballje të pakuptim të mendoj unë, sepse kur ty ish kunati, Arieli të ofron një banesë, blije ku duash ti, sa metra katror duash ti, dhe fëmijët të jetojnë me ty, dhe unë si daj, gjyshi dhe gjyshja, të mos na i pengo
për t'i takuar, unë besoj se kushdo do t'a kisha gjetur këtë zgjidhje. Po ngulja e babait atyre fëmijëve për t'jetuar në atë shtëpi për cilën ka kërkuar ndihmë, sepse edhe ekzekutimi i Migenës me 8 prill të 2023, ne kemi deklaruar në këtë studio që me datën 7 prill ajo ka qenë në njësinë administrative për të kërkuar kredit but. Kur këto para ishin në çatin e shtëpisë, pse do kërkohej kjo kredi abut? Për gjitha këto do flasim vetëm pas pak me të dy juve, sepse do të më duhet edhe mendimi i Eduard Tafës, i psikologët tonë. Atëherë, zoti Kasem, ta nisim nga ndodhit e fundit, duhet të theksuar që në emisionin e fundit, sapo kishte vendosur gjykata e apelit, kishte rrëzuar atë çfarë kishte vendosur gjykata e shkallës parë. Por në atë kohë, së bashku edhe në këtë studio kemi menduar se i është dhënë e drejta babait, por jo, nuk qënë ka kështu, qënë ka që gjykata e apelit e pas ka quar për rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë. Pra, babai nuk është se ka marrë në fakt ndonjë kujdestari, siç edhe mund të jetë aluduar në emisionin e fundit. E pashi u shokove që mbrojtja e Erionit na kishte telefonuar, por nuk është çështja këtu. Ti besoj se do jesh i gatshëm në qoftë se pala tjetër Erioni nëpërmjet avokates do jem pjesë e emisionit Me zemër të hapur apo kujdo emisioni tjetër që ti të përballesh me ta. Do jesh i gatshëm ti jesh përballë tyre. Patjetër që po. Mirë, ti vetë ke pasur shqetësime nga Erioni? Jo, nuk kam pasur shqetësime. Nuk kam pasur. Mbas emisionit fundit? Nuk kam pasur. Nuk të telefonon që pse ke dalë përsëri në media? Jo, në asnjë, nuk kam pasur. Nuk të ka telefonuar për të pyetur për fëmijët? Jo, s'bëhet fjalë. Sa kohë ka që nuk telefonon, nuk kërkon fëmijët e tij? 2 vjet e ca. 2 vite e ca. Shkon në shkollën e djalit? Jo, s'ka shku. S'ka shku, nuk është interesuar? Unë rrihet po e çoj shkollën mëngjes. Rrihet mi kafë, ulem kafë deri të mbaroj. I ditë marrom 11 i qerek, i ditë 12, i ditë 11 i gjys, i ditë 11 i qerek. Edhe kështu që nuk lëviz derisa ta shoh, nuk e kam pasur. Pra ti monitoron shkollën nga larg dhe ai nuk u intereson. Jo. Ke folur me mësuesen kujdestare të grupit? Për ditë. Është interesuar babai qoftë edhe me telefonata ke mësuese kujdestare? Jo, nuk e shoh temi fjalë, por është në grup. Jo, e di që bëjnë atë grupet të klasave. Të mund që e kam pa që është aty në grup, po nuk e kam pyetur se nuk i kam ra, sepse jo me shtjellu si që është tek ngjarje, sepse... Vajza shkon në kopësht, parashkollor, jo. Rrinë në shtëpi. E hoqej. Edhe të ke kopshti privat, ajo ishte regjistruar. Dhe unë kam i kontratë aty. Kështu që mbas asaj kontrate nuk më regjistron kush në shkollë. Aty më kopësht. Nuk më regjistron, sepse pa u ashtu. Të mirë, unë kam i kontratë aty, nuk e prish dot kontratë me të kopshtin privat ku është në rrugë Elbasanit. Nuk e prish dot. Pra babai nuk ka dashur që vajza të frekuentonte kopshtin privat. I herë po i herë jo. Shkova folëm me drejtoreshin para javë, i thash që për punë Amel, do si t'ja bëjmë. Gjyqja sa të lutem shumë, sa ai është një psikopat, unë nuk merrem me të. Para ditë më thotë kështu, sa mos ditë më thotë kështu. Të lutem sa mos më ngashto. Të kërkoj pak ndjesë, zoti Kasem, të mos përmendim emrat e fëmijëve. E kemi të ndaluar. Shpirtin e di. Është shpirti një gjyshi që i ka përpara çdo ditë të niprit e tij. Mua më vjen keq se ti e di se sa herë kam ardhur në shtëpinë tuaj. E di. Të jam mirënjohës. Jo, unë bëj thjesht detyrën time, mirënjohja na takon neve për t'ja u thënë juve. Për kushtimin tuaj të jashtëzakonshëm, por e di për çfarë më vjen keq se nuk mund të bëhem dhe hipokrite dhe të mos e prek atë çfarë kanë parë sytë e mi. Sytë e mi teksa zbret për në shtëpinë tuaj, kushdo që mund vi në familjen Kodra, fillimisht aty janë varret e lagjes tuaj. Fisin jonë, nuk ka njëri tjetër. Fisin jonë, nuk ka njëri tjetër. Dhe pastaj rruga është drejt dhe batë përballë është shtëpia juaj. Edhe ajo dhe pastaj dilet te rruga, duhet kalosh nëpërmjet varrezave, ku varri Migenës bie. Duhet kalosh anash varrezave, por duke qenë se është pak më e ngritur pjesa varrezave, të bie në sy në fakt edhe varri Migenës. Për madhështinë që ju i keni bërë. Kur vjet djali nga shkolla, shkoj pos, pastaj vjen, hyj në makinë. Na lojë thotë gjysh. Unë nuk e di se sa e ndihmon gjendjen emocionale të fëmijëve, por kanë kaluar minutat e para të kësaj pjese të parë. Unë do doja që më pas të reatoheshim në pjesën e dytë të flisnim pak çfarë ka ndodhur përpara 24 orëve me vajzën dhe çfarë po ndodh me procesin mësimor të djalit, të nipit tuaj. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio.
Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zoti Kasem, përpara 24 orësh më tregova një episod me Mbesën. Mua më vjen keq që një fëmijë 18 muajsh ka qenë në momentin e ekzekutimit të nënës, në gjumë pranë saj. Ju keni treguar në emisionin e kaluar se kush ka qenë edhe komshia që e ka marrë nga krevati. Nuk e di pse nuk e kanë marrë gjyshrit, gjyshja dhe gjyshin atë kohë kur kanë konstatuar vrasjen e Migenës, por e kanë lënë aty derisa kanë pritur policia fëmijën e vogël dhe e ka marrë komshia, emrin e të cilis vajza e përmend edhe sot. Mund të më thuash pak çfarë ka ndodhur mbrëm me vajzën? Vajza atë natë është e çuditshme ti. Me gjimën është e çuditshme. Çdo moment, çdo orë e përmend e ashtu. Edhe atë natë domosht që ashtu, o gjyshi sa mu mami sa më zjasë dorën sa. U doshim me kapë se kapje do të si me ulli sytë. E në u vishë vërdal sa kështu. E kujtohëm këto detaje? Është jashtë zakonshme, ta shoh shtu 30 minuta me ty, e di si hapë të zbërsehet, e tërkon gjithë, su në gjarë ka qëllu shtu. Mi po, djali, e në gjë kur fletë shu dhe, i thot, lenës, e shtyë gotën shumë e dorë. Nuk e më tepër përmbrena djali se sa vajza. Këzimi që i ka mund, mos i raft kujtë. E di. Plago është e ronë, po. Me doj për të, habitem edhe për të për... Ti vetë ku e gjenë forcën, Zoti Kasem? Edhe për të zbardhur çfarë ka ndodhur atë natë? Me mbajnë gjatë të fëmijë. 60% me mbajnë gjatë. Mirë, do flasim Me Zemër të Hapur. Pse uri hapën e timen? Çfarë ke dyshuar ti? Nuk e vret njeriu vetëm me diplomë. Vetvrasja kunatit. Nuk e vret, sepse edhe pastaj duhet, pse mos e gjej arsye, pse e vra. Nuk do të pushoj, derisa të pushoj zemra ime, do ta kërkoj deri në fund, derisa dali drejtësia. Në çfarë fazë të timeve jemi? Se janë rihapur e timet? Janë rihapur, nuk mos flas. Nuk flet dot. Mirë. Jo, deri në çfarë, domethënë, po zbulohet, po i afroheni të vërtetës, kaq dua unë, nuk dua detaje. Po i afroheni të vërtetës. Dhe dyshimet e tua po marrin apo nuk po marrin udhë? Pra, ka i kthes vogël. Ka një kthes të vogël. Po. Ajo kthesa e vogël, si mendon ti? Ndihmon këtë. Ndihmon shumë, ndihmon bashkëshortin, domthon. Jo, mos më jep ajo kthesa e vogël. Po, ndihmon atë. Pra, vetvrasja e kunatit me 2 plumba që ti thua njeriu nuk mund të vetvritet. Kurrës. Jam mjaft i bindur, nuk e po dot, sepse domthon sipas ekspertizës që ka bërë mjeku ligjori, domthon goditën e parë ka pas poshtë mjekit, ka dalë koka dhe i ka ikë gjysma kësaj. Edhe pastaj si ka pas mundësi, domthon siç ka dridh dora që ta vej këtu, dhe mos jetë distancë, po të jetë mbështet arma këtu. Edhe ti dali me ata. Pra, mjeku ligjor nuk i jep shpjegimin e këtyre dy vendeve ku ai është vetë qelluar, siç pretendohet. Nuk e jep. Nuk i jep dot mjeku ligjor. Nuk e jep dot. Nuk e jep dot. Kështu që unë habitem me ato. Sa rikujtojmë edhe një herë për teleshikuesin, sa larg u gjet arma që ishte vetë vrarë kunati? 25 metra. 25 metra. Ja, domthon nga korridori të hyrjes së shtëpisë, domthon 25 metra se ka hapësirë, kështu domthon rreth 600 metra. Dhe kush e kishte çuar aty? Askush se merr për sipër. Po vendi që është vetë vrarë kunati ku ishte? Larg dhomës së Migenës. Ku? Në çfarë vendi? Në korridor. Në korridor. Në korridor jashtë. Jo në korridor ke rrjedhon, në korridor jashtë. Në që vetëm kaq ditë sa që më thoi aty, që është bërë një përleshje, sa është bërë. Është bërë një përleshje. Mirë. Ndalojmë pak këtu. Se ko është gjeti karrike, nuk gjeti stëll, nuk është gjeti jastik, nuk është gjeti kështu, sa është bërë përleshje, sa po. Nuk flas ma tepër do të, sepse nuk e kam për detyrë të flas. Po ta them në mënyrë shoqërore. Mirë. Ndalojmë pak tek momentet e para të ngjarjes. Besoj se është bërë ekspertiza balistike dhe do doja të dija kush ka pasur shenja baruti në duar. Të tre. Që do thotë, mi thuaj pak. Ish dhëndri, ka pas shenjë baruti në dorë. I kanë dalë. Edhe vjerri. Do më krushku tim edhe... Të ndjerit, mund të themi, sepse ka ndruar jetë, kërkojmë djesë, por ka ndruar jetë. Edhe ti atentatori që ka bërë vrasje, të tre. Edhe ish kunati, të tre. Ish dhëndri, do me thënë, të tre burrave të shpis. Të tre burrave të shpis që ka dalë barute. Vetëm vjerës, ish vjerës, jo.
Ajo, jo. Ajo është marrë vetëm për pastru, me la gjakun e me bodëm. Sa është marrë me të punë. Kur ka ardhur policia, ka qenë e pastruar vendngjarja? Po, gjam. Shift avalinën është ka qenë. Sa e guximshme. Edhe nuk e di si jetojnë aty. Edhe kërkon të mori fëmijët të jetojë aty, ku është në atë banesë. Unë nuk e di si jeton veti, të kalo, ne i themi kështu që aty ke jep shpirt njeriu është varr. Aty lë për mi varrin e djalit vet, vllajt vet kalon ai. Nuk e di. Ai flen atë krevat që ka qenë me bashorti, ka patur ata fëmijë. Kërkon të marrë edhe fëmijët aty, unë nuk e di. Zoti Kasem, a mund të pyes pak për ish-dhëndrin tuaj, çfarë natyre, sepse në momentet e para, aq sa ne kemi pasur mundësi të flasim me zotin Erion, ka qenë një njeri i qetë, një njeri i cili ishte i rezervuar në dhënien e informacioneve, një baba që kërkonte ndihmë për fëmijët e tij, që ajo është shtëpia me lagështirë, të mos ishte e tillë dhe shqiptarët ta ndihmonin, pavarësisht parave që është gjetur në momentet e para në xhatin e banesës dhe që e ndjera 24 orë para në shoqërinë e Erionit kanë shkuar në njësinë administrative. Ti vetë si e nje? Aq vite sa e ka pas dhëndër, si e nje ti Erionin? Ai rrinte shumë i mbyllur. Mes me thonë fjarë se atë nuk e pyesni fare në shtëpi, as i jati, as vllai. E kishin ngarkesë. Unë kam bizetuar me të, i thojë, me Erion, thash po, shumë zhurmë në shtëpi, ashtu. Ja, po, këto rregulloj me dorë ashtu. Me thonë të drejtën unë të rëhoqja migenën. E jave mbajtë e ke shtëpia, sa që nuk desh ta çoj më. Të zhurma ishte. Ky Erioni vinte vetë, para dite, mas dite. Qantë. Po ka se mas më shkatron. Unë me pa migenën nuk jetoj do të pashtu. E duhet. Kam 2 fëmijë mas më shkatron. Nuk e zjati shumë. Po edhe pas vdekjes së ndjerës migenës, ai vinte çdo ditë tek fëmia. Një vit ka ardhur, e kam pranuar, domethënë me gjithë dhimbje thash, po të dhimbjen që kam unë mos ta pranoj kush. Mos i raft kujt. Plaga është e rëndë. Unë mbaj mend e kam pranuar një ditë po i ditë jo vinte. Rritë me fëmijë deri 2 natë. Unë mbaj mend edhe rrëfimin e Arielit djalit tuaj që thoshte për Erionin e kam vëlla. E kam vëlla. Madje këtë gjëja kanë përcjell edhe vetë Erionit. Me të drejtë unë jo nxeva thash, skep si thusa që i kam vëlla sepse vllai i tij është të vrau motë. Jo, basa, jo, më së mërësit. Zotë Kasem, të kaloj nga ato momentet vështira, po mirë, këtë agresivitetin tashmë të Erionit, se mua më duk shumë agresiv në emision e fundit, thjesht disa pyetje doja t'i bëja. Ajo shumë i mbyllur në vetë, nuk... Shumë agresiv, shumë ironik, pse? Pse ka ndryshuar? Ka ndryshuar këto kohë të fundit? Se ju keni pasur përballje me të. Po bëj gati 2 vjet se kam taku më. Po mirë, deri përpara 2 vitesh, si ka qenë? Sa shka që ka qenë i mbyllur, rriti i qetë. Nuk u hapte për asgjë. Rriti i qetë, nuk... Ta them kështu shpirtrisht, domethënë nuk më thonë që jo ka se majti pimi ka asi as ka thonë. Vetëm unë jam shokuar kur ti ke dhënë detaje të tmerrshme, teksa pas vdekjes së migenës ai vinte për të fjetur me fëmijët, ti e prisi në shtëpinë tënde dhe veprimet që ti ke gjetur në shtëpinë tënde? Jo të hishme. Jo të hishme. Jo të hishme. Dhe sa që edhe jërë, djali, thash me shqip, me mërë të djali më kraj, thash ka theu televizori, thash orë janë që bëgë shumë. Po që ti bëjë, nuk i bërtas do të më dhimë, se mirë. Në atë tjetër, pëse, më falë. Gjërat që ke gjetur në, mos t'i themi më, gjërat që ke gjetur në frigorifer, nuk e di. O këtheva ta pi, sa birë e kështë qenë urinë të djali, se e ka fote i. Dhe më në gjitha gjohë mund të bënde edhe mu hakmar, dhe më për punë e fëmijëve. Shiko, jo, dakord. Ti ke dyshimet që pikërisht të veprim të ullët e ka bërë vetë Erioni. Po. Por Erioni është justifikuar dhe ka thënë që ka bërë djali. Ti e ke pyetur ndonjëherë nipin? Kush e ka bërë atë veprim? Po jo më mirë se e ka bërë djali, po ti pse e futë në frigorifer? Pse e futë? Djali ti mirë bërë djali ti, po se e mos e futë djali hiqet ti. Mos le shet keqe për mund nesër më ty se vjen i ditë, po i ditë, jo. Mirë, ndalojmë pak sa e vështirë është për ty, edhe pse je nuk e tregon fare moshën 67 vjeçare, të ulesh për ditë me nipin dhe të bëni së bashku mësimet, por të duhet 1 orë para përgatitje që ai të ulet. Ku e gjen këtë forcë? Mund të ma thuash? Riziko. Me gosën time ka pas lidhje. Se nuk mi qitë nga meni asi kjo nga atë gosë kishë. I them aty djalit,
O gjysh, hajde, bëjmë detyrë. Nuk i bëj gjysh, ma. Po pse me gjysh? Ja, nuk di të bëj të shi të bëj vëmë, mas 10 minutash, mas 15 minutash. Los me motor që i kam blej. Edhe vajtë dhe djajmë baderi kështu. Losim telefon. O gjysh, hajde të bëjmë. Ja dhe 5 minuta, pa kaluan 5 minuta, më ja dovi. E në rria dhe mirë, gjysh, si dushti. E një kishë thonë në bashkërës time. Su gjyshit pas jeli mamin e sa ta shofë. E në tiki. Sa që gjysh që i sa di nanës. Asgjo, gjysh, si kam thonë. Hajde të bëjmë detyrat, bëjmë. Filla shku, papa. Hike në 10 minuta, mara i shut, matematike, se pasë kimi ta betasë, du të losë sa pak e gjyshte. Më dhem pak koka. Po pse e gjysh? Dhem koka? Je mërzit. Dhe më thonë, shpret disa gjëra gjysë. A një thashë me vështirë. Vajza me të flë. Me bashkërtën tënde? Po i kam më thonë vetë, ato krevat në vetë të dy, po bashkërë të flë. Ti flë me djalin, ajo flë me vajzën. Kështu jeni ndarë të dy. Kështu i ndarë, ka je edhe një xhelos për njëri tjetër, na kupto. Gjyshi është një imi, nonë është një imi, atë filloj me njëri tjetër, kështu, ka sa fytët, për zonë ka sa fytët. Nise, edhe, shiko, fëmijët e asaj moshe, edhe marrëdhënien që ato kanë, kështu të bënin edhe po t'ishte ndjera gjallë. Është e jashtëzakonshme, vit goca është e jashtëzakonshme, unë nuk e di me të mosh. Nuk e di të the. Si kthej do të përgjigje këherë. Kështu që ka marrë shkollë e lartë dhe unë nuk si kthej me do të përgjigje, nuk i kthej. Nuk i kthej. Pse mban fotografinë e Migenës? Se heq dot. Se heq dot. Nuk e heq dot. Çfarë thon psikologët e gjykatës, sepse ato kanë mbritur tek juve Shiko, disa herë? Shiko, ishte takimi hera fundit me këtë psikolog, me teatrin përballë. Domethënë i mori të dy psikologë Lorena përballë teatrit. Edhe i tërhoqja e përdore, se nuk la lejojte me dy brenda, si ishin zonë veçantë. Ne 10 minuta, mi doli, tha gjyshi, tha tu t'i marrë tek e tek të qitë, është vime. I tha shetë gjysh, se do ikesh me psikologën, sa shke babim. Më shikoj shumë u shtrejmë. E nëse e mori përdore edhe futi ke psikologë. 20 minuta doli. Edhe për të morë gotën përsa e përdore. Hajde, i sa me emri, hajde, sa të nuk më lëqonë dhe mu dorë, më thonë dhe gjyshi, mos ik i gjyshi, mos ik, sash jam këtu gjyshi, sash nuk kam për tik. Ne filloj pak të qa, ne shkoj atje, kur u kësoj më tja 10 minuta, se ne. Po gjyshi o kujtohë se ke hik, më ke lonë mu vete, po nuk le gjyshi, sash vetëm, se këto jemi bashkë të dy. E në kështu që, ishte dyta herë që takojnë me të. Mirë, mund të shkëputem pak nga emocionet e tua, se kam kohë pa e përshëndetur bashorten tënde. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje zonjë. Pa. Si jeni? Mirë, po të si e. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Në Zemër të Hapur, në studio jam me bashortin tuaj me zotin Kasem. Po. Kemi kohë pa folur bashk, apo jo? Po. Unë do doja të dija si e me shëndet, si janë fëmijët me shëndet. Janë shumë mirë. Sa po të regon të zoti Kasem që ti fle me vajzën, dhe ndërkohë zoti Kasem fle me djalin. Po. Më të regoj që mbrëmjen e kaluar vajza fle me fotografinë e Sëndjerës, apo jo? Po. Në momentet që ju flini bashkë, keni dhe ato bisedat tuaja si vajzas që jeni. Çfarë të tregon vajza? Vajza planë. Vajza të konë. Nuk dua të shqetësoj, unë e di që ajo kërkon nënën. Por ju të dyja çfarë bisedash bëni përpara se të ta zë gjumi? Nuk duron dot. Duron, që si bë. Okej. Se po i bina, ja shumë seks. Mirë. Zonjë, të falenderoj dhe të kërkoj ndjes që nuk e përballon dot as telefonatën. Falenderit, e ishim regjia, ishte pa mundur. Është pa mundur të flasësh. Një farkoj edhe ti, kohët e fundit ke filluar, do më thënë të bësh pak më i fortë. Sash, po më japin pak guxim fëmijë. Tu rrit, tu kra. Tu rrit, ka pak të është. Desha të ndaj ato bisedat midis vajzash që bëjnë në momentin përpara i tregon ndonjë prallë, flasin për histori,
Por e ka të pamundur, si duket biseda e tyre rrotullohet rreth gocës ka i prallë, o gjyshtë para 2 ditë ma ke tregu, të thëmë gjeni i prallë tjetër, se kujtë, unë pëse më rësejë dhe kujtë. Mirë, të themi edhe ca gjëra të bukura, se ju nuk do lodheni kur, dashuria që ata ju japin, dashuria që ju i jepni, ju bëjnë kaq të fortë sa që jeni. Por zonja më duket sikur nuk e ka kaluar, më shdukur ajo më e fortë se sa ty faktikisht. Ajo e diçka hekur, se ishte 18 muaj e gjysmë. E di. Ishte për gjiri, pinde gji. Atë mushet me në visik. Aty e dhe ju im kraror të asaj. Shiko. A më mbushet mendja mua, unë kam qenë dëshmitare. 3 muaj nuk ishte mësu me bebiron, me bebiron, pide vetëm ke gjinë. Nuk pinde asgjë. Rindi gjithmonë tu qam 6 mjeset dhe zënë dhe gjumi, se u lodhe, duke qarë. Dhe sot rria flete për bukurit zotet edhe me gjithmonëve. Se qishtë të hiqë dhe këti. Zoti Kasem, unë jam dëshmitare asaj çfarë ka parë, jo vetëm në momentet e para të ngjarjes, por edhe kur Endira ka bërë vitin, së bashku me Anilën, me kolegen time, kryeredaktoren e emisionit Me Zemër të Hapur, kemi ardhur në banesën tuaj. Atë çfarë kemi parë neve? Të merë. Mbas një viti ishte të merë. Të merë. Mbas një viti. Mirë, dalim në hapësirën e dytë publicitare, i kërkojmë regjistë në këto momente për të mos ju rikthyer më kësaj çështje, për këtë luftë të këtyre gjyshërve, të dajes së atyre fëmijëve. Shpresoj që gjykata e shkallës parë, që gjykata e apelit e ka çuar për rishqyrtim, të japi të njëjtin version që ka dhënë herën e parë, që kujdestari duhet të jetë daja, ndërkohë që babai Rion Sinani të jetë, mos të hiqet përgjegjësia e së drejtës prindërore, por të gjej një rrugë komunikimi me dajën, me ish-vjerën, të bëhet më e mira për ata fëmijë, sepse me sa duket e timet do marrë një tjetër kthes, një kthes e vogël, një dritë jeshile është hapur, thot zoti Kasem Kodra, nuk do flasim më shumë për këto detaje do flasim kur prokuroria ta çojë këtë dosje në gjykatë dhe të zbardhet e vërteta e vrasjes së Migena Kodrës me 8 prill të 2023-shit. Rikthehemi në pjesën e 3 dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi në pjesën e 3 dhe të fundit. Fillimisht do t'i kaloj fjalën për komentin e tij psikologut klinik Eduard Tapa dhe më pas zonjës Ana Pertena, avokates. Edi, jemi në këtë rrëfim të këtij gjyshi që nga 2023 përjeton këtë çështje pas vrasjes së të bijës, edhe rritjen dhe edukimin e nipërve, por edhe ballafaqimin me ish-dhëndrin. Situata është kjo, që fëmijët janë akoma në atë procesin e asaj traume. Kuptohet që një 18 muajshe, nuk e di në qoftë i bashkohesh, se ka pasur kundërshtim të psikologëve të kolegëve tuaj, dikush thotë që një 18 muajsh nuk mban mend për shkak të traumës, ke parasysh që nuk mbahet mend kur pëson një aksident dhe flashback çfarë ndodh? Vetëm se duhet të bëjmë një dallim. Po, midis të rriturit edhe. Po, eksaktësisht. Unë nuk e njoh të dy kolegët dhe respektoj për punën që kanë bërë, sepse ne nuk arrim dot të bëjmë as interpretim, as mbi vlerësim të asaj që është bërë. Duhet të respektojmë punën e tyre, sepse secili ka një pikpamje personale. Po pra, ka përballje midis. Po pra, sepse për vetë faktin që edhe dy gjykatat me vendime të ndryshme. Pra gjykata e parë ka dhënë për familjen e të Ndirës, po Kodra, kurse familja ka dhënë për me një gabim në gjykatën e apelit që është kërkuar heqja e përgjegjësisë prindërore dhe këtu është gabimi pastaj. Ata janë çështjet e tyre, pra po bëj domethënë thjesht mban apo nuk mban mend një fëmijë 18 muajsh me një ngjarje kaq shtrëngë. Tani këtu është pikë pyetja. Pra mban apo s'mban mend, sepse nëse ne i referohen vetëm një kujtesë që është kujtesa qendrore ose ne quajmë siç quhet hippokampusi, pra që është mbajtja mend në një situatë të caktuar, mosha është shumë e vogël. Nëse ne futemi në kujtesa tjera që janë shumë të rëndësishme, siç është për shembull kujtesa emocionale apo kujtesa implicite, që detyrimisht është një kujtesë e cila përmbledh të pesë shisat personale, domethënë të fëmijës, që automatikisht bën instalimin nëpërmjet emocionit, pra, sepse qendra e kontrollit emocional, po them sistemi limbik, ka amigdalen, që detyrimisht është qendra e kontrollit emocional që amplifikon të gjithë emocionet e një ngjarje të caktuar. Dhe me kalimin e kohës, kjo kujtesë është aq e fortë sa në të vërtetë fëmia nuk mund të lidhi dot, po them, një episod në jetën e përditshme drejt për drejt me ngjarjen që ka ndodhur, po automatikisht mënyra se si reagon është shumë impulsive ose mënyra se si reagon është shumë emocionale, pa e ditur pse po reagon emocionalisht. Pra, e pavetëdijshmja gjatë gjithë kohës ka rol aktiv në këtë rast.
Pra, sepse janë kujtesat të ndara. Pra, atë episodin e krevatit që nëna kërkon dhe ta prekte dhe... Po, do të dalë aty, sepse hipokampusi, që është kujtesa që të mbash më një situatë, është ende në zhvillim dhe nuk ka arritur maturitetin e plot, pra në këtë pikpamje. Por kjo është një pikpamje pra, të cilën e shikojmë teorikisht, kurse praktikisht kur psikologu ose psikologja punon me fëmijën, e shikon në mënyrë sepse do përdorë dhe instrumentat dhe mënyrat e dhura, të cilët janë më të strukturuar, të një dizajni, do të thënë që është instrument më matës, më praktik, edhe arrin të analizoj dhe të nxjerrë një konkluzion mbi rastin. Pastaj kemi pjesën e kujtesës dhe procedurale, që bën pjesë pra ku fëmia për shembull është mësuar me një rutinë të caktuar, me zakone të caktuara, me atë përkthjeljen që jep mamaja, dhe pse lidhja biologjike është shumë e fortë e pazëvendësueshme, është ai unikaliteti që nuk e klonon dot në asnjë lloj mënyre. Pra pavarësisht sa dashuri të japësh, lidhja midis fëmijës dhe mamas është shumë e fortë. Me të vërtetë fëmia i parë, po dhe fëmia i dytë, të dy janë gjendur në një situatë që për fatin jo të mirë lën pasojat e veta. Djali 3 vjeç ka qenë fare në shtëpi, ka qenë ke gjyshrit atë natë. Po, kjo po them e heq nga përballja direkt me situatën, po automatikisht edhe forma indirekt mund të instalojë një traumë, por kjo mbetet prapë, domethënë si rrjedhoi një vlerësimi që duhet bërë edhe ndaj djalit. Por vajza e cila ka qenë e pranishme, pra normalisht mund të ketë ose jo, por me shumë mundësi mund të ketë një efekt traumatik ose pas traumatik më pas ngjarjet, që detyrimisht duhet monitoruar me kalimin e kohës, duhet her pas here të ketë ndonjë vlerësim ose pse jo dhe një ndihmë psikologjike për ta superuar akoma dhe më në vazhdimsi. Jemi 3 vjet pas ngjarjes dhe vajza flë me fotografinë e nënës. Ka një domethënie gjithë kjo? Po vajza, shiko, domethënie, pra, nëse ne shikojmë në një, po them, parametër më klinik, për shembull ankthindardja është shumë e fortë në këtë moshë. Sepse 18 muajsh, për shembull vajza e kujton nënën e vet, pra imazhin e nënës vet, përderisa ka fotografinë bën identifikimin e nënës vet. Dhe fakti që gjatë gjithë kohës, edhe pse ka dashurinë shumë të madhe të prindërve të ndjerës, e kupton, prapë është elementi i pazëvendësueshëm. Ne gjithmonë këtu kemi thënë dhe kemi thënë me i zëshëm fort, kemi falendëruar pa mas të gjithë shtëpiat e kujdesit prindëror, shtëpiat e kujdesit sociale e tjere, të cilët bëjnë maksimum që duhen falendëruar, përgëzuar, duar trogitur gjithmonë. Por elementi biologjik është një komponent i pazëvendësueshëm, sepse lidhja, attachmenti është shumë i fortë midis fëmijës dhe mamas në këtë rast. Dua të dalë tek djali i cili ka qenë 3 vjeç, aktualisht është 7 vjeç dhe i thot gjyshes që a mund të ma sjelli gjyshi mamin ta takoj një herë dhe pastaj mund të largohet përsëri? Ndoshta i rikujtohet ai moment sepse ka qenë ditë e premte për të gdhir dita shtunë dhe Endira do t'i bashkohej fëmijës, domethënë djalit, në fundjavë siç bënte çdo javë, shkonte tek prindrit. I kishte premtuar pra. Ka një domethënie kjo që të vi dhe një herë, mos vajtja. Tani, kjo është ajo procesi që thamë që akoma nuk ka maturuar tek fëmijë për ta kuptuar dhe konceptin e ndarjes nga jeta ose konceptin e vdekjes. Pra ende fëmijët janë në një moshë të cilin nuk arrin ta ndajnë konceptin e jetës apo konceptin e vdekjes, sepse u duhet një kohë e caktuar dhe me rritjen e moshës për të arritur për t'i dhënë kuptim të gjithë asaj që ka ndodhur. Edhe normalisht ka një vështirësi edhe për familjarët sepse shpesh herë duhet të ruajnë një komunikim shumë të thjeshtë, shumë të lehtësuar, i cili duhet të jetë dhe pragmatik, pra pa bërë ato zhvendosje që normalisht ne jemi rritur pak në një shoqëri dhe kulturë që kemi fshehur gjithmonë atë të vërtetën. Edhe por në bazë të moshës dhe duke konsultuar hapasapi me psikologët, sidomos edhe në çerdhe ose në kohë për kudo që të jenë fëmijët, është momenti që për të pyetur pak me psikologën, që kur është momenti i duhur për ta transmetuar. Por është ajo që të thash edhe në fillim të emisionit që edhe për fëmijët, sidomos për fëmijët, por edhe për të rritur, janë ngjarje tepër të rënda që truri njeriu nuk është i përgatitur për të përballur me një ngjarje të tillë, sepse janë ngjarje të cilat njeriu kur e nis ditën, mbyll ditën, nuk ecën me idenë e perceptimit që në mbrëmje do përballen me një krim apo me një aksident kaq e madh dhe prandaj janë ngjarje të cilat lënë efekte posttraumatike. Okej, dua të ndaloj pak zoti Kasem, më tregove përpara se të hyrim në transmetim një episod sepse djali është në shkollë dhe ka festuar ditëlindjen e tij. Apo jo? Si u përball me shokët e shkollës për t'ia thënë pak psikologut se ndoshta na duhet ndihma e tij? Po, ti dhe honë me datën 9 kishe të ditëlindjen edhe blim ca dhurata për gjithë, do të thishin. Pyetët e mësuesve thonë sa në zonës janë 24, tha gjyshi, okej, janë ti gjithë e bune gati më qethet me djalit. Edhe me të si çuni për më shpend e gotë me të. Kom shien edhe vajtim ke shkolla.
Edhe sa futëm brenda të më klasë, nxënësit, si sa mësuesja, se ka dhe linën e Leoni, për plasë durë shumë urimit, i thonë gjithë, që qënit u shpërda vetë, gjithë në përbangët e klasë. Si ra, heshtë që i shumë ty, pro me mendë nga idealet ty. Pa ma me jotë, sepse së vje këtu. E bërë me shemë mësuesi, edhe. Stop. A i net pak, e në more e mësuesi më telefon, o gjyshi sajtë e merë, sa i Leoni, se nuk është mirë. Që ka? Si që jashtë, tash mu i presë aty, desat më rojë shkollë dhe presë. Vajtë që ke e gjysh, një mërzit i gjysh, ajde hikim ke shpia. Po, për qafo me shokë, po posë. Hikim shpi. Shkollë, pasajt nesë me shkollë, këj djali që i sa, se se shumë për mamin, po e Leon thot kam shokë, e dhe ty thot kam shokë, nuk për qafo të dy. Një fjallë që... Ishte i pezmatuar ditë në ditëlindjes? Çfarë bëri djali? Ishte, ha? Blej, fishe e gzarë, bo. Shiko. Përgohë blarë ke shpia të është të e gjëra tjera, pasaj që lindim zemën e që kërkon të dukte. A i mjafton të thot dëshirë dhe dëshira, këtë nuk e vënd diskutim. Do ndaj, do ta jap fjalën Edi me njerë, do ndaj dhe një episod tjetër me ju, mbas disa emisione, unë nuk e mbaj mend, kam humbur rendin i sati emision në Shqipesti apo i 6 ky që bëjmë bashkë, që nga 2023, gjithmonë ka bërë përshtypje që pas transmetimit të emisionit na merr një zonjë. Gjithmonë. Gjithmonë. Kjo zonja është shoqja e Sëndjerës. Nuk e di, zoti Kasem... Dishta marë sot. Po. Ajo ka shumë për të thënë, për jetën, për para se Migena të ndronë të jetë. Ka pas shoqja. A mundet që ju ta lejoni këtë zonjë, nuk e di pse stepet kjo zonjë për të ardhur në studio dhe për të treguar shumë të vërtetat të Migenës së Ndjerë për para se të ndronë të jetë? Ka familjen e saj, kështu që... Jo, ne ruajmë anonimatin, kur themi të vi... Jo, kur them të vi nëpërmjet zërit të saj, por duke treguar të vërtetën. Sepse vërteta asaj mund të çojë drejt të zbardhjes së hetimeve, kjo them. Di edhe më tepër me mua. E di që di edhe më tepër, prandaj nëse do bashkëpunoni ju të dy, që zëri të dëgjohet edhe në emision, unë do jem shumë falenderues. Ndalojmë tek fëmia, si ndjehet ai për dëshira që mund të ketë bota e tij se më duhet kaloj ke Ana. Tani, duhet kemi parasysh diçka që aty ku ka mbledhje, sidomos në midis fëmijëve të tjerë, më thënë dhe ky si çdo fëmijë do shikojë të gjithë fëmijët e tjerë me të dy prindrit. Normalisht, aktualisht, pra nuk e ka këtë mundësi për t'i patur dhe një efekt i tillë dhe një situatë bën reaktivizimin. Pra mund të reaktivizojnë ndjeshti bështëku, pasigurie, se mamaja është një figurë shumë e fuqishme, edhe dashurisë, edhe sigurisë, edhe stabilitetit, edhe gjendjes emocionale, edhe mungesë të kësaj. Pyetja e shokut besoj ka qenë e pafajshme, se shoqërohej nga një zonjë tjetër dhe jo nga... E pafajshme mund të ketë qenë dhe kurioztare, por pra është gjithmonë efekti që ne marrim nga pyetja që bëhet, sepse bën reaktivizim. Është që ne quajmë flashback. Edhe pse në mënyrë pa i dhënë kuptim, domethënë linjës për ta lidhur në mënyrë autobiografike me ngjarjen, bën reaktivizimin emocional. Edhe prandaj që kjo na sjell shqetësim, por edhe pas ngjarjeve të tilla, pra duhet të them edhe këtë pjesën tjetër. Janë në një moshë të cilët gjatë punës që mund të bëhet me ato, sidomos punës psikologjike që mund të bëhet me fëmijët, janë në një moshë absolutisht mund të rikuperohet të gjithë pjesa, mund të trajtohet shumë mirë. Sa gjatë do t'i shoqëroj trauma në jetë? Nëse trajtohen, do merrem psikolog tani për fëmijët. Si për traumë, si për çdo lloj problematike të shëndetit mendor me natyrë psikoemocionale, nuk shikohet në pikpamjen tek kalendarike, pra sa kohë duhet, sepse të vendosësh një numër në gjëra të tilla. Jo, kjo traumë sa do ta shoqëroj gjithë jetën, jo sa... Të pra po themi sepse është gjithmonë mënyra dhe reagime dhe mënyra se si përpunohet e gjithë trauma me pjesën kohën më pas. Pra, hapi mirë dhe i rëndësishëm është të kërkohet ndihma dhe trajtimi. Pikpamja kalendarike është e pavlefshme sepse mjafton dëshira dhe vullneti dhe aleanca terapeutike që janë komponentë shumë të rëndësishëm për të bërë një trajtim klinik. Pyetja i kishte tendencën a mund të kapërcehet në këtë lloj moshe për të mos ta shoqëruar kur ata të rriten dhe të krijojnë familjet e tyre. Prandaj të thash që ripërpunohet shumë mirë e gjithë ngjarjet që kanë ndodhur. Pra dhe detyrimisht për të rivendosur të gjithë, po them, elementet e duhur të sigurisë dhe për të vijuar më pas. Qartë, faleminderit Edi për të kaluar tek Zonjana. Zonjana, dua të ndaloj pak me ty në çështjen civile. Se te ajo penale nuk duam ti futemi, nëse do ta prekësh është e drejta jote, por duke qenë se janë hapur hetimet dhe ka marrë një kthes të vogël, thotë zoti Kasem të mos i prekim fare edhe të mos hedhim aludimet tona pavarësisht
pyetjeve, një mi që na vi në mendje. Gjykata e shkallës parë i la kujdestarin në dajës dhe babait nuk ka hequr ushtrimin e drejtës prindërore, apelohet, por në apel me sa duket mbrojtja ka kërkuar heqjen e ushtrimit të drejtës prindërore të Erion Sinanit, gjë që nga ana ime, me aq sa unë kuptoj, këtu është e gabuar. Të flitej vetëm për kujdestarin në gjykatën e apelit dhe mos të kërkoj heqja. Pa mbaruar të paktën edhe hetimi, se paralelisht me hetimi ka qenë edhe kjo e gjykatës apelit, dhe çfarë bën gjykata e apelit? E rrëzon kërkesën për heqjen e kujdestarisë dhe e çon për rishqyrtim në gjykatën e shkallës parë. Çfarë mendon se do ndodhi? A ka vepruar të drejtë të dyja gjykatat? Me të thënë drejtën për të analizuar vendime të cilat kanë qenë të njëpasnjëshme dhe pavarësisht se ne themi që çështja penale nuk ka lidhje me civile, në rastin konkret ka një paralelizëm, andaj edhe pyesim. Pra për të marrë një ide. Gjithsesi unë nuk është se i kam lexuar vendimet që të di detajet mbi arsyetimin e çdo gjykate të shkallës së parë apo të apelit, sido që të kenë qenë. Po në parim me çfarë dëgjuam, unë konkretisht mendoj që gjyshi është shumë i atashuar me fëmijët. Pra familja e prindërve të vajzës është goxha i atashuar dhe me fëmijët ka lidhje konkrete. Kështu që gjykata natyrisht që e vlerëson këtë. Por edhe fakti penal, pavarësisht se ne s'duam t'i futemi dhe nuk ka lidhje me... Jo, edhe mund t'i futesh, ke të drejtë. Ka të bëj në rastin konkret. Kështu që unë nuk e di se si shkon gjykimi penal, por edhe nëse ka një kthes, le të themi, ka një arsye edhe më shumë për të mbështetur gjykata që do gjykoj sërish këtë gjykim në lidhje me fëmijët. Pra, gjykata duhet jenë shumë të kujdesshëm për dhënien e kujdestarisë, sepse hetimi penal dhe ndoshta vajtja për gjykim mbas hetimit penal në gjykatën penale, se si mund të ketë qenë ngjarja dhe sa i përfshirë ka qenë pjesa tjetër e familjes, duke nisur nga babai edhe tek gjyshi atyre fëmijëve, tek nëna e tij. Do të ndikonte jashtëzakonisht. Po, nëse ndryshon rrjedha e hetimeve. Sa i përket panoramës që shohim sot, e thash pa parë vendimet, natyrisht që gjykata e para njerë shikoj që babai biologjik ka kohë që është larguar nga fëmijët dhe është atashuar lidhja me gjyshërit, kështu që besoj se kjo do vlerësohet, sepse dhe fëmijët edhe nëse pyeten në gjykat do ta demonstrojnë, po janë pyetur edhe nga psikologu apo do pyeten sërish me rikthimin në gjykatën e shkallës së parë, se me cilin nga personat apo personazhet të cilët janë paditur në këtë rast, duan të qëndrojnë. Dhe mendoj që atashimi është goxha konkret i prindërve. Babai punon taksist edhe kur ndroje të shoqja, por edhe në këto momente që flasim, nuk e di në qoftë se sot ka ndryshuar punon natën. Punon natën. Tani vjen pyetja me këtë dorrin, sepse nëna e tij është me probleme invalide. Pikërisht, edhe besoj se këto janë analizuar edhe konkretizuar edhe në vendimet e gjykatës janë shprehur palët, sepse shoh një gjysh shumë detajist, pra që i tregon gjëra dhe të gjitha këto do jenë referuar edhe në gjykim. Pra, edhe gjykata e shkallës së parë në gjykimin e parë ka pasur parasysh edhe këto evidenca që ka marrë një qëndrim pro-gjyshërve. Madje psikologja ka thënë që fëmia 18 muajsh mban mend gjithçka dhe vajtja në atë banesë do ketë një rëndesë shumë të madhe psikologjike për të. Kjo është edhe parim juridik, që nëse aty ndodh një diçka pavarësisht se fëmijët janë të mitur etj, mira është që të largohen nga vendi ku ka ndodhur ngjarja, aq më tepër që mund të ketë edhe dyshime. Pse nuk ka pranuar babai i fëmijëve ofertën e dajës së tyre? Për pasur një shtëpi të tyre me kushte të mira, t'i marri fëmijët. Se shoh një baba që nga njëra anë i ka çuar vetë tek gjyshërit fëmijët dhe më pas ka ndryshuar edhe situatën e tij edhe qëndrimin e tij në lidhje me fëmijët. Ose do ketë një reflektim të mëvonshëm ose diçka. Ata fëmijë edhe kur kishin nënën gjallë më shumë rrinin ke gjyshrit, pse nuk ishte 3 vjeçari, se në fundjavë e ndjera i dërgonte fëmijët tek prindërin, ndërkohë shkonte edhe vetë dhe i bashkoi, shkonte edhe vetë Erioni madje tek vjerrit dhe tek vjera dhe kishin marrëdhënie shumë të mira. Tani, daja e fëmijëve thotë, unë vërtet jam 37 vjeç dhe nuk kam familjen time, por unë dua kujdestarinë e tyre. Pasi marrëveshja që kam bërë me babain e fëmijëve është që
unë të ofroj një apartament që ti të rish me fëmijët e tu, duke qenë se në media të paktën edhe kene ka thënë që shtëpia ka lagështirë, më ndihmoni ta riparoja të shtëpinë, vajtja për kredin e but 24 orë përpara se ndronte jetë ndjera. Pra, ky pse nuk e pranon këtë banesë? Nuk i dim arsyet e vis. Ka një gjë që ai vetë ka ndryshuar pozicionin. Pra i ka çuar fëmijët tek gjyshërit edhe më pas ka kërkuar që të marrë edhe fëmijët. E ka një gjë që ai duhet ta di arsyen. Edhe arsyet do janë thënë në gjykat. Pse ai po kërkon tani? Pse i ka lënë kaq kohë te gjyshërit? Aq më tepër që ai do i hedh pretendimet që unë i lash sa për të kaluar dhimbjen dhe më pas nuk ja dash se fjalët mohohen. Kur nuk kanë lënë gjurmë diku. Po vetëm se ka një gjë. Duhet kuptuar një gjë tjetër që unë mendoj edhe për babajnë, nëse ndjek emisionin. Pra, babaj mund të ofrojë gjithçka tek fëmijët, edhe gjëja e parë është dashuria. Por ajo që është shumë e rëndësishme në tilla raste është bashkëpunimi shumë i fortë midis dy familjeve, sepse detyrimisht të dy familjet mund të kontribuojnë për jetën më të mirë sepse prioriteti është mirëqenia emocionale, psikologjike dhe shëndeti i fëmijëve. Duke qenë se fëmijët e kanë fituar këtë lloj sigurie, mund të shihet pak si një prioritet edhe vendosja e banimit ku janë aktualisht. Për shembull, ajo që ka ofruar djali i zotërisë pa në një banesë tjetër është një zgjidhje alternative, edhe ajo mund të mbështetet, por duhet vijë si rrjedhojë bashkëpunimit shumë të mirë me babain biologjik të fëmijëve. Pse? Sepse rikthimi në një vend ku ka ndodhur dhe krimi, ku ka qenë edhe ngjarja, mund të cënojë sigurinë dhe stabilitetin dhe njëherë emocional dhe mental të fëmijëve. Prandaj që lëvizjet e tilla duhen bërë në mënyrë shumë të sigurt. Edhe kjo do vijë si domethënë një komunikim i përbashkët ku secili ka dëshirën dhe vullnetin, por dhe motivimin e duar për të parë prioritetin kryesor që janë fëmijët. Edhe mendoj që përveç familjarëve dhe gjithë personat të cilët janë përfshirë institucional, mendoj që do të bëjnë zgjidhjen më të mirë dhe mendoj që do e kenë vullnetin për ta zgjidhur, sepse siguria e fëmijëve është gjithmonë. Kush mund t'i thotë jo një dhurate të apartamentit që do ishte në pronësi të fëmijëve të tu. Pra që ti ke siguruar si baba të ardhmen e fëmijëve të tu. Pra, dhe po ta dhuron, për të mirën e tyre, po ta dhuron ish punati. Kush nuk e pranon një dhuratë të tillë për të mirën e fëmijëve? Ata janë element tjerë të cilët palët i negocion me njëri tjetrin, po flasin vetëm për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve. Pra ne këtu jemi. Nëse më e mira është për të qëndruar aty ku janë sot, mbi cilën kanë ndërtuar. Ti si do vendosje? Po të bësh një vendosje të tillë duhet të marrësh të gjithë faktologjitë nga fillimi deri tani, sepse duhet njohësh shumë mirë edhe fëmijët edhe terrenin mbi cilin është bërë. E kupton, ne jemi pro aty ku ndjen, domethënë fëmijët që kanë një qetësi dhe siguri shumë të madhe. Kjo është edhe kauza edhe e gjykatës, që është pro atyre që ndjen më mirë, pra prioritet ka prindi. Normalisht. Po në rastin konkret ka ndodhur një ngjarje që nuk është për tu anashkaluar as për tu... Pra, ne themi që mbyllja atyre hetimeve, për sa i përket dinamikës së ngjarjes të përfshirë apo jo pjesëtarët e familjes Sinanit të mbetur gjallë, babai i fëmijëve dhe gjyshja e tyre, zbardhja motivi pse është vrarë, nga kush është vrarë dhe si ka qenë dinamika dhe pse ka pasur përleshje, besoj se do qartësoj shumë edhe në lidhje me kujdestarinë e atyre fëmijëve. Edhe fakti që kanë ndetur për një kohë të gjatë, pra u ka lënë gjyshërve vetë dhe ka pasur një lloj komunikimi ndërmjet palëve dhe më poshtë është agresuar situata, do të thotë që diçka ka ndodhur, diçka ka ndjerë babai, nuk e di, domethënë, po diçka kanë gjatë rrugës në lidhje me këtë situatë. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, zotë Kasem, përpara se të falenderoj, do themi diçka se keni dhe gjyqin e radhës, apo jo? Po, sigurisht që po. Çfarë do thuash në fund të këtij emisioni? Kush është shpresa jote përveç hetimit penal? Mos e prekim atë çështje fare. Çfarë mendon ti se gjykata do vendosi kësaj radhe për ty dhe për familjen tënde, për të mirën atyre nipërve? Kam besim se do i lej kraharorin tonë, sepse këtë ngratësi që kanë këtu, ka ai s'kan për ta gjetë. Asnjëherë kur. Asnjëherë kur, jam shumë i bind, sepse unë e di, e njoh edhe atë. Sepse unë ja kam dhënë fëmijëve, i merr i ditë po i ditë jo. Po. Ja kam dhënë me qëllim keq, mos ma mori për tas. Janë mirë fëmijët, dil. Nuk i merrte të dy, se goca 19 muaj, djali 3 vjet, merrte vetëm djalin. Nuk i mori asnjëherë të dy. Një ditë po i ditë jo vinte. I thoje shpesh herë në funi, sa nuk ja plasë shumë, po më vinte këtë mund, po trastoje edhe djalin, edhe bashkëshortet. Se i thoje shumë e hire. Me i qojnë shpitate, nuk kam drejt të kërkoj. Nuk ka bërë asnjëherë. Asnjëherë nuk e bërë. Mirë, zotë Kasem,
do jemi këtu për të parë dhe të monitoruar vendimet e gjykatës. Unë shpresoj që ato ta ndjejnë dhimbjen tuaj, shpresoj që edhe ai hetimi penal të zbardhit të vërtetën e motivit dhe ekzekutorit të vajzës tënde. Uroj dhe shpresoj që Erioni të mos jetë i përfshirë, ka pasur apo jo djeni, kjo është një tjetër çështje. Faleminderit që je me mua në studio. Faleminderit, për vetë prej gjonë, pse nuk e kërkoj për përpara jetë nim. Të më për shpi pa e kërkoj mas vdekjes. E vërtet. Mirë, bashkë do jemi gjithmonë në kontakt. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë takojmë në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.